Dora e fshehtë e algoritmit kozmik. Ndryshon kodi gjenetik i fatit të këtyre 4 shenjave. Stop. Nëse keni ndjerë se jeta juaj është e hakuar, e bllokuar në një gabim të përsëritur, sot përfundon. Unë nuk po flas për astrologji, po flas për kodin gjenetik të fatit tuaj. Universi ka nisur një përditësim të heshtur, një algoritëm kozmik i ri po fshin ciklin e varfërisë, të shtimit dhe stanjacionit. Vetëm 4 shenja janë zgjedhur për këtë rinovim total. Nga ky moment, adnia juaj shpirtërore do të rilinë. A jeni gati të zbuloni nëse jeni një nga të zgjedhurit dhe si do të duket jeta juaj e rregulluar? Fillojmë menjëherë me shenjën e parë të zgjedhur. Luani. Kodi i ri i pasurisë. Për luanin, kodi gjenetik i fatit ka qenë minuar nga një virus i vjetër i quajtur frikat e mungesës dhe frika nga ekspozimi. Ky virus ju ndalonte të shinit mundësitë e bollkut, duke shkaktuar humbje të papritura parash sa herë që i afroheshit suksesit financiar. Por, në këtë moment, algoritmi kozmik po rindërton bërthamën financiare të shpirtit tuaj. Paraja nuk do të jetë më një burim stresi, por një rezultat i natyrshëm i ekzistencës suaj. Do të ndjeni një ndryshim të papritur në intuitën tuaj rreth investimeve dhe vendimeve financiare. Ndiqeni atë. Kodi tuaj i është dhënë një frekuencë e re. Frekuenca e magnetit. Kjo do të thotë që ju do të filloni të tërhiqni burime financiare, oferta pune ose partneritete që më parë ishin totalisht të paarritshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për rritjen e të ardhurave, por për një ndryshim themelor të statusit. Universi po ju detyron të hyni në rolin e krijuesit të pasurisë dhe jo të marrësit. Mos u habitni nëse një detyrim i vjetër i papaguar zhduket, apo nëse një investim i harruar fillon të sjellë fryte të menjëhershme. Ky është sinjali se kodi i ri është aktivizuar. Ky është fundi i stanjacionit dhe fillimi i një cikli ku çdo gjë që prekni, lulëzon. Mos keni frikë të shkëlqeni financiarisht. Bricjapi. Kodi i ri i qëllimit. Ju keni qenë një nga shenjat më të prekura nga konfuzioni i labirintit të qëllimit dhe mbishpenzimit të energjisë. Kodi juaj i vjetër ju detyron të dëgjonit zërat e jashtëm, pritshmëritë e familjes dhe shoqërisë, duke shkaktuar një rrugëtim të paqartë dhe shpërdorim energjie në projekte që nuk ju takonin. Tani, algoritmi i qartësisë po bën një reset total. Do të ndjeni një ndërprerje të papritur me gjithçka që nuk ju shërben. Kjo mund të jetë një ndarje e shpejtë e partneritetit, një dorëheqje ose heqja e një varësie kronike. Shenja juaj po merr një hartë finale shpirtërore. Gjithçka që keni dashur të bëni, por nga e cila keni pasur frikë, do të bëhet e qartë si kristali. Universi po ju dërgon prova të sinkronicitetit që ju tregojnë rrugën e saktë. Mos u friksoni nga dera që po mbyllet pas jush, ajo po mbyllet sepse nuk ishte pjesë e destinacionit tuaj. Ky rilindje e kodit të qëllimit do t'ju bëjë të ndjeni më të fuqishëm, më të fokusuar dhe totalisht të imunizuar ndaj kritikave dhe dyshimeve. Ky është momenti kur ju ndaloni së pyeturi dhe filloni së vepruari në nivelin më të lartë të mundshëm, duke ndërtuar pa kompromis. Binjakët. Kodi i ri i dashurisë. Ky ka qenë sektori juaj më i vështirë, i infektuar nga cikli i vetë sabotazhit dhe frikës nga intimiteti. Kodi i vjetër i shkaktonte që ju të tërhiqnit partner emocionalisht të largët ose të dilnit nga lidhjet kur gjërat bëheshin serioze dhe intime. Ju e keni merituar dashurinë, por programi juaj shpirtëror refuzonte ta merrte atë. Algoritmi kozmik tani po fshin këtë programim të dhimbshëm dhe po ju jep një ndjenjë të re të stabilitetit emocional. Në jetën tuaj po hyn kodi i lidhjes shpirtërore të pamposhtur. Kjo do të thotë që partneri juaj i ardhshëm nuk do të jetë dikush që do t'ju plotësojë, por dikush që do të rezonojë me frekuencën e re, të shëruar të kodit tuaj gjenetik. Nëse jeni në një marrëdhënie, pritni një transformim total, ose lidhja do të ngrihet në një nivel të pabesueshëm, martesë, thellësi e vërtetë, ose do të ndahet shpejt dhe pa dramë. Kjo ndarje nuk është humbje, por mbrojtje nga kodi i ri. Më e rëndësishmja, dashuria juaj për veten po rritet në një pikë ku thjesht do të refuzoni çdo gjë më pak se e mrekullueshmja. Ky është fundi i kompromisit emocional. Shpirti juaj e di vlerën e tij. Peshqit. Kodi i ri i shërimit dhe shpejtësisë.
Shenja juaj ka qenë në presionin e vazhdueshëm të karmës së vjetër të ngadalë dhe frikës nga kërcënimet e jashtme. Ju keni bërë punën shpirtërore, por shpërblimi gjithmonë vonoi. Ky stagnacion ju ka shkaktuar jo vetëm lodhje shpirtërore, por edhe fizike. Tani, algoritmi po sjell kodin e shpejtësisë dhe rilindjes. Universi po ju jep superfuqinë e shërimit. Shërimi do të vijë në formë shpirtërore dhe fizike. Lodhja kronike, dyshimet e thella, apo mungesa e motivimit do të zhduken brenda disa ditësh. Kodi i ri po ju tregon se përse nuk duhet të druheni të lëvizni shpejt. Çdo vonesë e vjetër po kthehet në një sukses të menjëhershëm. Mos u habitni nëse një dëshirë që e kishit harruar pa pritur materializohet. Universi po tregon se nuk keni më nevojë të prisni. Gjithçka që ju takon është gati. Qëllimi juaj kryesor tani është të besoni në shpejtësinë e këtij ndryshimi dhe të pranoni se ndjeshmëria juaj është tani fuqia juaj më e madhe. Ky është fillimi i një jete ku dëshirat tuaja kthehen në realitet me shpejtësinë e dritës. Kodi gjenetik i fatit tuaj është përditësuar. Kjo nuk është diçka që do të ndodhë në të ardhmen, është diçka që po ndodh tani. Ju keni marrë informacionin, por hapi i fundit është juaj, manifestimi. Shkruajeni në komente frazën magjike. Kodi im u rregullua. Përsëriteni atë 3 herë, pranoni ndryshimin dhe shikoni se si fatet tuaja shpërblehen në 48 orët e ardhshme. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të shpërndani këtë mesazh jetik me çdo që e ndjeni se ka nevojë për rinovimin e kodit të tij. Shihemi në videon e radhës në mbrëmje.